Unë do i këshilloja gjeneratën e tretë që për mirëqenjen tuaj, mos u merrni me të rit. Unë thash, Lironi, leni të lirë, edhe le të gabojnë. Kanë gabuar të gjithë drejtor, të pagabueshëm s'ka. Gabimi është leksioni më i mirë në jetë. Më i miri. Sepse aty përmirësohen. Më i miri. Këshillat janë të mirëseardhura. Unë për shumë gjëra, për të gjithë jetën time mbahem nga këshillat e familjes, mbahem nga respekti, nga nderi, nga traditat. Mirë po gabimi është hynor. Keni gabuar edhe ju në kohën tuaj me gabimet që ajo gjenerati ka pas, mirë po gabojmë edhe ne që i kemi. Shumë mirë. Moshën e re. I kemi, tash s'kemi ç'bëjmë, tash do vazhdojmë të lexojmë disa mesazhe, Valbona. Thotë një mendim e kemi kështu nga një shikues, thotë: "Përshëndetje, liria e sotme është total mos respektim." Mendim i një qytetari që e kemi të rregullt dhe e ndjen, sepse është mbase mund të jetë në moshë të tretë dhe e ndjen këtë krahasimin e dikurshëm të gjeneratave, sepse çfarë ka kaluar ky dhe ka vazhduar me respektin, dhe sigurisht që kjo ndonjëherë si ndjesi e kërkojmë edhe nga të tjerët. Dhe vjen një moment që shkëputet kjo. Dhe këtu krijohet një vakum, shqetësimi, stresi dhe reflektojmë ndoshta edhe mbas edhe negativisht. Por mund të jemi ne ata që mundohemi që ta shkëputim. Unë mendoj që shumë të tropë mbahemi në gjërat negative. Unë e kuptoj, rrethi, jeta dinamike është bërë negative, por të paktën atë kulmin në shtëpisë të jemi më optimist, të kemi harmoni, të dim të flasim pak me butësi, të flasim pak me mirësi. Sepse unë doja të lidhem këtu, se është një thënie fantastike që thotë çdo luftë e jashtme që ndodhen në përbot do ta ketë fundin e vet. Ndërsa lufta më e tmerrshme është ajo që ndodhen nën kulmin tuaj. E vërtet. Luftë më të tmerrshme se kjo, me ndjesi, me përjetime, nuk ka. Andaj urojmë që të mos kemi konflikte nën çatit tona, të kemi lumturi, harmoni dhe fundit të paktën të fillojmë që të diskutojmë dhe të peshojmë se cila është më e mira për ta implementuar dhe cila është më negativja. Mund të kemi ndeshje të ideve, të gjeneratave, por të paktën me arsye mund të zgjidhim këto probleme. Ndoshta ndonjëherë tingëlloj që shumë i arsyetoj gjeneratat e reja. Jo, është fatkeqësia jonë drejtore që jetojnë në gjeneratat e mendon që unë dua të jetoj në botën digjitale ku gjithçka ndikohet, mendoni që filloj nga prindërit e mi. Do më thënë, mendoni që unë e zgjedh që jeta jonë ka marrë komplet një konotacion të gabuar, do më thënë, kemi jetë dinamike. Jemi në fazë tranzicioni, Valbona, derisa të shtrohet kjo puna si puna asfalti edhe kjo puna e teknologjisë. Kur unë në punë drejtro vi, kam stres, jeta dinamike, kam obligime, kam harxhime të tepërta, do më thënë, harxhimet nuk krahasohen me gjeneratat më përpara. Harxhimi i vetëm ka qenë harxhi i shtëpisë. Po ishin më të përmbledhur. Më të përmbledhur, s'ka pasur, sepse mendoni për ditë të zeza më shumë, ndërsa ne sot, si gjenerata e re, nuk i mendojmë ditët e vështira. E vërtet. Mirë po edhe kursimi është më i vështirë drejtro. Është shumë i vështirë kursimi në kohën e sotme. Mirë po të paktën kur të shkojmë në shtëpi, tash edhe shtëpia të ta nxjin ty jetën. Të paktën shtëpia të jetë aty ku ti e ke kaluar këtë. Po njëti shqetësim vazhdon edhe në shtëpi dhe kështu që fillon ky avazi. Prandaj unë mendoj problemet nën kulmin e shtëpisë mos i kemi. Edhe nëse ka, të mësojmë njëre për gjithmonë, dialekt i qetë, një bisedë, dialogu i qetë, një bisedë konstruktive, një bisedë të ulesh pa nervoza, pa shqetësime, gjithçka mund të zgjidhet. Nga Prizreni. Prizren i bukur i Prizren. Rregullat e dikurshme na kanë mësuar thotë se si të jemi njerëz më të mirë. Na mësuan të mos e turprojmë familjen, edhe të mbajmë fjalën. Faleminderit shumë. I përshëndesim fort Prizreni bukur. Kemi edhe nga Ferizaj, nga Kosova, na kanë ardhur shumë mesazhe. E kemi një mesazh tjetër drejtore, thotë më duket që e kemi nga Maqedonia. Thotë përshëndetje, sa për temën duhet të kemi liri. Ama me gjej pa bosh. Babai im 35 vite punë, 18.000 denar pensioni. As për ilaçe nuk i dalin. Shqyr Zotit, po punojmë ne për atë si ka punu ai për ne. Pikërisht. Ju përshëndesim fort, faleminderit për mesazhin. Shpresoj që të rritet pensioni, disa nga shqetësimet që financiare që të gjithë ne i përballojmë dhe i përballim në fakt çdo ditë, të njëherë për gjithmonë të na lehtësohen, mirë pa atë që thash, të gjithë ata që e kanë bërë sakrificën për ne, sidomos në atë moshë shkohet ta fëmijët po a kthejnë. S'do doja kur t'ja u kthejnë për ilaçe, mirë po
Është çështje e moshës, por Është të çështje e paktën moshës. trajtimi i sistemit, se si e ka trajtuar një pensionist i cili ka punuar 35 vite. vite eksperiencë në një punë dhe shpërblehet me 18.000 denar, me 300 euro, as 300 euro nuk As janë 300 të euro. plota fatkeqësisht.